Për mu është në deri veçantë që sonte jam këtu në Malishev. Se rezultat i mungesës se stabilitetit politik, krizave, dramave, vakumit institucional, çmimet janë rritë. Janë rritë çmimet e produkteve bazike, 40-50%, e çmimet e energjisë elektrike, bini 100%, edhe përveç që janë rritë, prapë qytetarët e Kosovës ballavaçohen me mungesë furnizimit rregullt me energji elektrike. Pagat, pensionet kanë ngel pothuajse të njëjta. Nuk e kanë përcjell nivelin e rritjes së çmimeve. Ne nuk flasim për bizneset me përbuzje, ne nuk i sulmojmë bizneset, ne i respektojmë tatim paguesit që bëhet gjithanej në botën demokratike. Prandaj, ne do të bëjmë reforma, të përfshi reformën e TVSH-s, të përfshi legalizimin e objekteve pa leje, të i përfshi përkrahjen përmes subvencioneve, granteve dhe lehtësimin çështjet financa për bizneset e reja, për bizneset cilat kontribuojnë në eksporte dhe sigurisht se ne do të zvoglojmë edhe tatimin paga me qëllim që njerëz kur paguajnë më pak tatime të kenë më shumë para për veti dhe për familjet e tyre. Përveç ngarkesave, cilat kanë ndodhur deri më tani, të përfshirë çmimin e energjisë elektrike, i pret edhe një ngarkesë e re. Hyrja në fuqi e ligjit për tatimin pronë. Pronat komerciale do të paguajnë deri në 200% më shumë tatime se që kanë paguar deri më tani. Dhe kjo do të stopohet me Partinë Demokratike të Kosovës në pushtet dhe ky ligj duhet të amandamentohet dhe të ndryshohet dhe këto norma mos të aplikohen. Paramendoni sot një arsimtar të fizikës, të kimisë, gjeografisë, acili do tjetër me punu me një pagë prej 600 eurove. Qysh mundet me mbjetu me këto shtrajtime kaq të mëdha, edhe qumshti, edhe buka, edhe kafja, edhe çaj, edhe mishi, edhe rryma, edhe gjitha tjerat. Prandaj me neve në qeveri, kjo gjendje do të ndryshoj, sepse ne do të rrisim pagat 50%. Edhe për mësues, edhe për arsimtar, edhe për profesor, edhe për mjek, punëtor shëndetësor, shërbëes civil, ushtar, polic, zjarrfiks, për gjithë ata që realizojnë paga përmes buxhetit të Kosovës. Përveç pagave, ne do të kujdesemi edhe për kategorinë e cila ka dhënë shumë për këtë vend, ka eduku gjenerata të tëra, ka kontribu në ngritjen dhe zhvillimin e Kosovës në gjitha mënyrat kategorinë e pensionistëve. Rritje të pensioneve prej 50%. Drejtësi për gjithë, jo ndërhyrje politikës në drejtësi, por shteti në funksion të përkrahjes drejtësisë. Ma shumë prokuror, ma shumë gjyqtar, ma shumë bashkëpunëtor profesional që të shkurtohet koha e trajtimit të lëndëve në gjykata. Unë jam krenar që jam kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kandidat për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti të cilën e kanë themelu dhe udhëheq dy liderë tonë, të cilët kanë themelu Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës, kanë themelu shtetin e Kosovës dhe kanë zhvillu shtetin e Kosovës, Hashim Thaçi e Kadri Veseli. Prandaj, fitoria e Partisë Demokratike të Kosovës ju gëzon juve, u gëzon mu, po t'jeni të bindur edhe të bindur, që i gëzon dhe i bën krenar, edhe Hashim Thaçin Kadri Veseli. Dhe prandaj, ju lutem që me 28 dhjetor, mënyrë festive, mënyrë solemne, mënyrë masive, me dalë me votu numrin 130 Partinë Demokratike të Kosovës. Urime, suksese, fitore. Faleminderit shumë, shumë faleminderit.